kur goditet avokati në krye detyrës, nuk reagon asnjë tjetër, dhe prandaj ne duhet bëjmë bojkot. Dhe bojkoti nuk duhet të ndalojë, duhet të zgjatet. E di pse duhet të zgjatet, që ata të dy, gjyqtarë dhe prokuror që kishin pakt me njëri tjetrin kundër avokatit. Çfarë mendoni ju, të drejtat e njeriut ndalojnë aty kur fillojnë të tonat? Vazhdojnë sepse ne mbrojmë interesin e qytetarëve. Dhe ne kur bëjmë debat, se din kolegët shumë mirë, që këta plepaxhit të ri që kanë ardhur nga shkolla e partisë, këta bëjnë aty bronë sikur i kanë kap qellin ata. E din çfarë do thotë shkosh atje të kërkosh pronontate edhe ai tallet me ty. Edhe vendos në tallje avokatin. Pse nuk flas kolegët tanë? Edhe ti ku i kërkon të drejtat ai thotë ne kemi procedurë. Çfarë procedurë? Që ke shit shpirtin te djalli. Kjo është plepat e reja që kanë ardhur nga ky mashtrimi i famshëm. E pat ju se si të shkolla e magistraturës doli një video dhe asnjëri nuk foli që bënin copy paste njëri tjetrit. E kemi parë, ky është reagimi. Është produkti ky. Ky është produkti i kësaj. E keni parë që gjithë institucionet kushtetuese sulmohen. E keni parë rastin e gjyqtarit që u sulmuan në gusht. E patë rastin se si ky tjetri u vra në mes të sallës. Nga heshtja, heshta i tjetri, vje flak aty, do të përdorësh zjarr, do të përdorësh ujë, rritet zjarri, prandaj. Shiko nderuar.